Mjeku çudit botën, qepa trajton këto tre sëmundje, ja kush duhet t'i konsumojë menjëherë. E tregtuar para 3500 viteve, qepa ka simbolizuar përjetësinë për shkak të formës së saj rrethore. Qepët janë të pasura me përbërës sulfurik, që japin asaj aromën e fortë si dhe shkaktojnë rrotim të syve. Studime sugjerojnë se qepët mund të ulin tensionin e gjakut dhe të ulin riskun e zhvillimit të ataku në zemër. Madje mund të ofrojnë një mbrojtje edhe kundër radikaleve të lira, ndoshta për shkak të prezencës së fitokimikateve, flavonoideve dhe quercetinës që ato përmbajnë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një qepë e madhe ka vetëm 63 kalori, përmban më shumë se një kup ujë dhe siguron më shumë se 20% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C që nevojitet çdo ditë. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në rënien e flokut. Studimet e hershme kanë treguar se aplikimi i lëngut të qepës në skalë për 8 javë mund të parandalojë rënien e flokut te njerëzit që vuajnë nga alopecia ose gjendje e shkaktuar e rënies së flokut. Qepët janë të mira edhe për diabetikët. Studimet e hershme kanë treguar se konsumi i të paktën 20 gram qepë në ditë ndihmon edhe të mbani një dietë të ulët në nivelet e sheqerit në gjak te personat që vuajnë nga diabeti pas 8 javëve të trajtimit. Qepët janë të mira për tensionin e lartë të gjakut. Studimet e hershme kanë treguar se marrja e një ekstrakti të qepës për 6 javë do të ulë në mënyrë të konsiderueshme tensionin sistolik të gjakut te njerëzit të cilët do vuajnë nga hipertensioni. Studimet të hershme kanë sugjeruar gjithashtu se marrja e një produkti që përmban qepë në përbërës të tjerë mund të ndihmojë në uljen e tensionit sistolik të gjakut. Qepët janë të mira gjithashtu edhe kundër problemeve të obezitetit. Studimet të hershme kanë sugjeruar se përdorimi i një ekstrakti të lëvoshkave të qepës për 12 javë ndihmon në rënien e peshës te njerëzit obez ose mbi peshë. Qepët janë të mira gjithashtu kundër celulitit. Studime të ndryshme kanë treguar se aplikimi i një kremi të lëkurës që përmban ekstrakte të qepës dhe elementë të saj ndihmon në zbutjen e celulitit dhe shenjave të plakes. Qepa është një perime që mund të ofrojë përfitime të mira kundër problemeve të astmës, bronkitit, dhimbjeve të stomakut, gjithashtu temperaturës, ftohjes, kollës, inflamacioneve në gojë dhe në fyt. Gjithashtu ato janë të mira kundër mungesës së oreksit, parandalon gjithashtu arteriosklerozën dhe përmirëson shëndetin tuaj. Gatesat me qepë janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepët janë një përbërës shumë i nevojshëm jo vetëm në kuzhinë, por edhe në përfitimet e saj ushqyese dhe shëruese. Qepët i gjejmë në ngjyrë të kuqe, të verdhë, të bardhë dhe jeshile. Secila prej tyre ka një shije dhe aromë unike. Disa prej këtyre qepëve kanë një ëmbëlsi karakteristike që varion nga shumë e thellë në të lehtë. Qepët mund janë të freskëta, të gatuara, të skuqura, të thata ose edhe të pjekura. Qepët janë një nga barishtet më të vlerësuara jo vetëm të kuzhinës, por edhe në mjekësi gjithashtu, edhe në elementët ushqyes në mbrojtjen e shëndetit. Qepët mund të përfitojnë shumë vlera për shëndetin. Pavarësisht këtyre të mirave, qepa e ëmbël nuk mund të gjendet gjatë gjithë vitit. Ato vijnë tek ne edhe për konsumatorit gjatë stinës së dimrit deri në pranverë. Një ndryshim nga qepët e reja është se qepët e ëmbla kanë nivele më të ulta të substancave të sulfurit. Ato konsiderohen si qepët të njoma sepse përmbajnë edhe element ushqyes, gjithashtu dhe janë më të buta. Ekspertët e mjekësisë sipas Eating Well konfirmojnë se qepët e ëmbla kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Sipas Eating Well do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepëve në menun tuaj ditore. Qepët janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Qepët e ëmbla përmbajnë flavonoide të cilat i bëjnë mirë zemrës dhe pakësojnë riskun e sëmundjeve që i kanosen asaj. Qepët përmirësojnë tretjen. Qepët e ëmbla inkurajojnë rritjen e bakterieve të mira në sistemin tretës, të njohura si prebiotik. Këto bakterie kontribojnë dhe garantojnë funksione të mira të tretjes. Qepët forcojnë kockat. Qepët e ëmbla përmbajnë një substancë që njihet si shumë e dobishme për shëndetin e kockave. Konsumi i rregullt i qepëve të njoma promovon gjithashtu shëndetin e kockave dhe parandalon sëmundjet e tyre, veçanërisht osteoporozës. Qepët gjithashtu luftojnë edhe inflamacionin.
Përmbajtja e lartë e vitaminës C tek qepa e njohur promovon sistemin e shëndetshëm imunitar. Qepët e ëmbla përmbajnë substanca që luftojnë inflamacionin dhe shmangin sëmundjet e shkaktuara prej tij. Një nga faktet më interesante që duhet të dimë për qepët është se ato kanë në përmbajtje të tyre 6% më të lartë sheqer dhe më të ulët substanca të sulfurit, të cilat i japin atyre aromën pikante dhe ndikimet pozitive që kanë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepët janë një nga perimet më të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ato janë një nga perimet e duhura që mund t'i japin nivele të pasura të fibrës, të kaliumit, të kalciumit, por edhe të vitaminave të rëndësishme për sistemin tuaj nervor, duke mbajtur larg kështu komplikacione dhe duke sjellë rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Në video tona të mëparshme, kemi treguar vazhdimisht për përfitimet që vijnë nga konsumi i qepëve, por në këtë video do të thedohemi më shumë për vlerat dhe shëndeti juaj se si do të përfitojë nga kjo perime e mirë. Qepët janë të mira për sistemin tuaj nervor. Vitamina C që gjendet te qepa do të ndihmojë në funksionin më të mirë të nervave. Kjo vitamin do të aktivizojë gjithashtu enzimat që nxisin edhe prodhimin e neuropineferinës, një substancë e dobishme për komunikimin ndërqelizor. Konsumi i qepës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë për funksionet e trurit, gjithashtu edhe rritjen e vëmendjes suaj. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të jetë një nga produktet më të mira. Një filxhan çaji qepi prerë përmban 11.8 mg vitaminë C, shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të ofrojë vitaminën B6, e mirë për shëndetin tuaj nervor. Konsumi i qepëve dhe marrja e sasive të domosdoshme të vitaminës B6 ndikon në marrjen e sasive të dobishme të elementeve, të cilët përmirësojnë gjithashtu sistemin tuaj nervor dhe japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Qepët do t'japin përfitime të mira edhe për shëndetin tuaj mendor, duke dhënë rezultate konkrete pozitive në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të tjera në shëndet. Qepët mund t'i hani të freskëta, t'i përfshini gjithashtu në receta me panine, sallata, salcishe të ndryshme ose edhe në përbërje të salcave. Kështu përfitimet që do të merrni nga kjo perime do të jenë të mëdha, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit edhe parandaluar kështu komplikacionet e shëndetit tuaj. Sigurohuni të konsumoni qepë të freskëta në dietën tuaj ditore. Përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të mira edhe për sistemin tuaj kardiovaskular. Qepët do të rregullojnë nivelet e sheqerit në trup. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë në risk prej tij, qepët mund të jenë një aleat i vlefshëm për shëndetin tuaj. Qepët do të ndihmojnë në dukshëm në përmirësimin e funksioneve të pankreasit, të zorrëve dhe rregullimin gjithashtu të niveleve të sheqerit në gjak, duke u kthyer kështu në një aleate të vërtet mbrojtëse për shëndetin, në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tilla. Sigurohuni që qepët t'i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur kështu ndikimin pozitiv që ato kanë, do të luajë një rol pozitiv në reduktimin e komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të trupit. Qepët janë të mira për forcimin tuaj të kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm në kocka dhe ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e stresit oksidativ dhe dëndësinë tuaj kockore, në parandalimin e problemeve të osteoporozës dhe problemeve të tjera të shëndetit të dobët. Sigurohuni që qepët t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore, dhe kështu vlerat që do të keni në shëndet do t'jenë të menjëhershme, duke parandaluar komplikacionet. Qepët kanë në veti të fuqishme antibakteriale. Ato përmbajnë element të quercetinës veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të organizmit tuaj. Shtimi i qepëve në dietën tuaj mund të ofrojë një sër mbrojtjes pozitive të organizmit. Konsumojeni ato në formën e tyre natyrale dhe do të keni një ndikim pozitiv në shëndet dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij, citon Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.